Do të kemi tani një komunikim virtual, në fakt është një histori suksesi që na mbush të gjithëve me krenari. Ai është një shqiptar i cili ka ndërtuar jetën dhe karrierën e tij përtej oqeanit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por që nuk ka harruar rrënjët e tij, identitetin, komunitetin e tij. Në 14 maj të 2025-s, pra vetëm pak ditë më parë, Gino Mulliqi është zgjedhur zëvendës kryetar i qytetit Wiley në Texas, një post i rëndësishëm në politikën lokale amerikane, por dhe një moment historik në karrierën e tij, por edhe në komunitetin shqiptar aty padyshim që do të jetë pjesë e prioriteteve të Gino Mulliqit. Me përkushtimin dhe shërbimin publik, me ndershmërinë dhe transparent, Gino është tashmë zëri i shumë njerëzve dhe një frymëzim për shumë të rinj të cilët aspirojnë këtë aspekt në karrierën e tyre në jetën në Amerikë. Do të flasim gjithashtu dhe për udhëtimin e tij, për familjen dhe për rolin e tij pikërisht në këtë post. E përshëndes fillimisht nëse e kemi zgjuar erët, po. Gino, të përshëndes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë që gjeta. Është shumë erët besoj për ty, po unë të falenderoj për kohën, i ka ky post edhe këto hesape. Vjen me poste. Shumë urime dhe shumë suksese. Vetëm pak ditë më parë tashmë ka ndryshuar çdo gjë në karrierën tuaj. Po do doja ta nisnim fije në historisë që nga fillimi, kur keni shkuar në Amerikë për rrugtimin tuaj aty dhe ndërtimin e familjes e të tjera si këto. Së pari ju falenderoj që më keni në emisionin e juaj. Për neve shqiptarët kur nuk është herë, kështu që jam me kënaqësi jam këtu. Unë në Amerikë erdha në vitin 2022. Erdha si exchange student, ishte një program shkëmbimit të studentave. Fillimisht jetova në Oregon State, në një familje amerikane aty rreth 6 muaj, 6 deri në 8 muaj kam ne. Atëherë vendosa që pasi mbarova studimet e shkollës mesme, vendosa që shkoj në fakultet, u zhvendosa në New York, ku kam edhe familjar. Mbarova studimet atje, fillova të punoj për një kompani që quhet Verizon Communications, edhe aty paka shumë i mora havet e parë edhe të shkollimit edhe të punës edhe të jetës. Atëherë siç e ka edhe fati, bashkëshortja ime Blerina jetonte në Texas në atë kohë. Kështu që, si që thojnë të na në Kosovë, nga e kam bashkëshortën, edhe unë tani erdha në shtetin e Teksasit. Asha e shpreha te fshati Gruas. Te fshati Gruas, absolut. Gruaja shumë e fortë, kështu që duhet t'i japet mundësia. E kuptova. Gruaja kishte vite që jetonte aty apo jo? Po, bashkëshortja ime ishte këtu që nga viti 1999. Ku jeni njohur? Jemi njohur në fakt në Pej, jemi njoftuar në Pej, edhe kemi biseduar virtualisht pasi jemi kthyer nga Kosova, edhe kështu siç e ka fati një gjë tjetrën edhe sot jemi bashkë 12 vite. 12 vite dhe prindër të 2 fëmijëve apo jo, djalë dhe vajzë? Prindër të 2 fëmijëve, po djalin Gertin e kam 12 vjeç, vajzën Reinën e kam 9 vjeç. Bukur fort, familje shumë e bukur e shëndetshme. Më thuaj pak si u përfshive në çfarë të shtyu të angazhoheshe në jetën politike dhe publike të qytetit ku jeton? Dëgjon, gjatë rinisë time, në fakt kam qenë në luftën e Kosovës edhe kam përjetuar luftën e Kosovës. Isha vetëm 13 vjeç. Koncepti i komunitetit ose të jem pjesë e komunitetit ose përfshirja e gjithë neve gjatë luftës ishte që gjithë jemi sa më shumë bashkë që të forcohemi dhe të ndihmojmë njëri tjetrit. Në kohën e luftës nuk kishte gjitha gjanat që duhesh t'i kesh si një familje apo një komunitet në atë mënyrë se Serbia gjithherë ka qenë okupatori dhe nuk ka lanë të ngritesh apo të arrish në një qëllim që duhesh të arritësh. Kështu që esenci i komunitetit u zhvillua mua në moshën e femerisë. Pasi erdha në Texas, në qytet nga New Yorku, është fakt një qytet më i vogël, isha pjesë e komunitetit dhe fillova të jemi aty ku jetoj, ku mendoj që me rrit fëmijët,
bëhet që t'jem pjesë atij komunitetit, integrohem gjitha lamit, si zhvillimi ekonomik, si zhvillimi politik, si zhvillimi i sigurimit ekonomik, si i sigurimeve të policisë, të zjarfiksave gjitha tjera, ishte pjesë që kam shpreh dëshirë të jemi të integruar, aty kam pas edhe bizneset e mia, kështu që isha që t'jem pjesë e politikbërjes amerikane, pasi që edhe fëmija e mi do të korrin të ardhurat e investimeve të mia në atë formë ose në atë platformë, se sa më mirë që të bëhet qyteti ku jetojmë ne, aq më mirë edhe do të jetë për fëmijët e mi, për bizneset e mia, për gjitha. Absolutisht. Ju duke qenë ndër të paktët, ndër të rrallët shqiptar në poste të tilla, sigurisht që është më tepër se sa një përgjegjësi për të gjithë komunitetin shqiptar që jeton aty, si do të ndikojë, le të themi, ky post në pika kryesore që ky komunitet dëshiron që t'i përfshini ju. Komuniteti i shqiptar në Texas, posaçërisht në Dallas, ka qenë dhe është ndoshta një ndër komunitetet më të organizuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka shqiptar nga gjitha trojet shqiptare, Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, Malzi. Ne gjithherë kemi qenë të organizuar. Unë isha pjesë e komunitetit, bordit komunitetit, në fakt, nga viti 2018 deri në 2022, isha dhe sekretari i komunitetit. Ishte unë nuk e marrë përgjegjësinë shumë kollaj në atë mënyrë se unë shpresoj që hapat e mi të parë le të jenë edhe hapat e parë të komunitetit jo vetëm në Teksas, po në gjithë andej në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që gjenerata e dytë apo e tretë e shqiptarëve tash që po jetojnë dhe po zhvillohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pse jo edhe të jenë pjesë e politikbërjes amerikane. Dashur zotë që një ditë jo vetëm të kemi kongresmen në Kongresin Amerikan, senator, po dashur zotë që edhe në Shtëpinë e Bardhë, edhe pse sot ka shqiptarë, ose ka pas shqiptarë si bajraktarët që ishin ylli bajraktari në Shtëpinë e Bardhë, që të kemë pozitat larta edhe në Shtëpinë e Bardhë dhe të jenë pjesë e vendimarrjes politikbërjes amerikane. Mendoj që nuk do të jetë një kohë e gjatë, mendoj që do të jetë një kohë shkurt që shqiptarët do të arrijnë aty. Gjenerata e para shqiptare që ka ardhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës qysh nga vitet e 70-ta, 60-ta, kanë bërë shumë që të punojnë në ato drejtime që kanë pas mundësi të punojnë, që ta zhvillojnë familjen e vet, themelin e familjes vet, jo vetëm këtu, po edhe në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, në gjitha vendet andej. Mirë po edhe këtu kanë pas që ta bëjnë një fondacion, një themel të familjes tyre. Mendoj që gjenerata e dytë apo e tretë fëmijët apo fëmijët e fëmijëve që tash edhe të merren edhe me politikë, pse jo të jenë pjesë e politikbërjes amerikane. Po shohim këto fotot e betimit bashkë me familjen tuaj në momentin që u zgjodhët zëvendës kryetar. Më thuaj pak çfarë ndjesish kishe në ato çaste në momentin e betimit. Dhe sa vite është ky posti juaj? Më fal, sa vite? Sa vite është posti që ke marr? 3 vite. 3 vite ja. Kam postin për 3 vite. Është një ndjenje veçantë. Ti kem familjen pranë, të kem prindrit nga Kosova pranë, të vish nga lufta edhe të bëhesh një politikbërës sado i vogël në një vend shumë të lartë. Që ndoshta në qatë luftës nuk ka qenë varë nga ti do të jetosh sot, do të jetosh nesër, edhe ti jesh në pozitë që sa do e vogël ti jetë, që të mundohesh t'ja bëjë një impact dikuj në jetën e tyre, pa më parasysh është komuniteti shqiptar apo amerikan apo në komunitete tjera. Është një ndjenje veçantë. Kështu që nuk e marr këtë përgjegjësi me lehtësi. Unë e marr si kultura shqiptare bashkë me politikbërjen amerikane, po rolin tim e marr si kulturë shqiptare që ka qenë edhe që është unë jam rritur në Kosovë, edhe politikbërja amerikane bashkë, atëherë kam dalë unë në atë drejtim. Kështu që mendoj që ajo është një farë përgjegje ime. Ka shumë shqiptar në qytetin ku ju jetoni?
Nuk ka shumë, Teksasi është më i hapur, do thot hapet pak më shumë, shqiptarët janë më të hapur në gjitha drejtimet. Dikur në Dallas, Texas, kemi dikur rreth 20.000 shqiptarë që jetojnë, në qytetin tim prapë ndoshta janë dikur rreth 100-200 shqiptarë. Tashmë ka nisur një rrugë e re në karrierën tuaj, edhe pse keni pak vite që jeni bashkuar aty familjes, tashmë keni shkuar një herë për të takuar dhe për të qëndruar me familjen, por që ja fati të zgjodhi të jesh në një post të rëndësishëm në politikë bërjen amerikane. Të uroj shumë suksese, Gjino. Faleminderit shumë. Faleminderit për intervistën dhe kalofshi një ditë të bukur sot. Bashkë me shqiptarët që po na ndjekin anë kënd botës, ju përshëndes, do të shihemi nesër me Reze Dielli me të tjera tema. Mirupafshim.